Vlora është në qendër të zhvillimeve të reja infrastrukturore, pasi qeveria ka përfshirë qytetin bregdetar në projektin madhor të hekurudhës shqiptare. Linja Rogozhin-Vlorë do të rehabilitohet plotësisht, ndërsa një linjë re do të lidh aeroportin ndërkombëtar të Vlorës me qytetin përmes një treni modern dhe efikas. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku deklaroi se këto investime janë pjesë e një plani kombëtar për ndërtimin dhe rikonstruktimin e 530 kilometrave linje kurudhore që do të lidh Veriun me Jugun, me qëllim modernizimin e transportit publik dhe rritjen e lidhjes rajonale të Shqipërisë. Aktualisht mbi 75% e punimeve për linjën Tiranë-Rinas-Durrës janë përfunduar dhe do të dorëzohen brenda vitit 2025. Në pranverën e vitit 2026, transporti hekurudhor në këtë aks do të jetë plotësisht funksional, duke garantuar shpejtësi, komoditet dhe çmime të përballueshme për qytetarët. Në total janë 7 projekte që do të transformojnë rrjetin hekurudhor shqiptar, përfshirë Vlorën dhe aeroportin e saj, Rogozhin-Pogradec, Durrës-Rogozhin dhe Vor-Hanioti, si dhe linja ndërlidhëse për Porto Romane dhe hekurudhën Kuqezi që lidh vendin me korridorin e 10 europian. Transporti hekurudhor nuk është më një ëndër, por një domosdoshmëri për të qenë pjesë e standardeve europiane, u shpreh Balluku, duke nënvizuar se Shqipëria do të ketë një nga rrjetet më moderne në rajon deri në vitin 2035.